Qindra qytetarë kanë rënë prej mashtrimeve, me shitje të apartamenteve 2 ose më shumë herë. Me mirat të tjerë, ndonse jetojnë prej dekadash në shtëpinë e tyre, nuk marrin hipotekën, për shkak se ndërtuesit i kanë braktisur pallatet. Sipas të dhënave zyrtare, 3 nga 4 pallate me leje ndërtimi regjistrohen në hipotekë përmes një ligji provizor të legalizimit dhe jo nëpërmjet rrugës normale. Po nëse ndërtuesi falimenton, apo më keq ndron jetë, çfarë ndodh me blerësit? Shkelja e rregullave në këtë sektor ka për masa aq të frikshme sa 1300 pallate u vetë deklaruan nga banorët. Kadastra ka një listë të zezë të ndërtuesve që kanë braktisur pallatet, por përse ata pajisen sërish me leje ndërtimi? Quhem Eva, këtë shtëpinë e kam blerë në 2005. Me lekët e fituara me punë nga më të vështirat në emigracion, Eva vendosi që të blejë një apartament në Durrës. Një pjesë të parave ja mori borxh nipit për të plotësuar shumën. Ndonse lekët i ka paguar në kohë dhe zotron një kontratë rregullt noterie, sot e pas 17 vitesh nuk ka mundur të marrë certifikatën e apartamentit të saj. Por edhe sot e kësaj dite, mbas gati 20 vjet që unë e kam blerë, nuk e kam hipotekën. Ligje që nuk zbatohen dhe rregullat paqarta që përplasen me njëra tjetrën. Ka vdek pronarin 2008 dhe mua më thonë që nuk është toka i përket një pjesë e tokës, i përket dikujt tjetër. Fakt, në kontratën e fshitjes thotë që me tokën edhe me lejen e ndërtimit është gjithçka në rregull. Pallati ndodhet në lagjen 13 në Durrës. Objekti është ndërtuar nga kompania Fatbel me zotrues Bajram Gashi. Ndarja nga jeta e pronarit të kompanisë në vitin 2013 ka lënë në mëshirë të fatit rreth 80 familje që kanë blerë apartamente në këto 2 pallate. Siç edhe rezulton nga të dhënat e Qendrës Kombëtare të Biznesit, kompania i kaloi fëmijëve dhe bashkëshortes së Gashit. Vitet e fundit, kompania ka një dyzinë vendimesh sekuestrosh mbi pasuritë e saj për shkak të borxheve të shumta. Bashkia e Durrësit dhe hipoteka janë në dieni të situatës, por ende nuk kanë ofruar asnjë zgjidhje për banorët. Pallati është lënë në mëshirë të fatit, sa i përket punimeve në hapësirat e përbashkëta. Për shkak të problemeve që shoqërojnë prej gati 2 dekadash banorët, një pjesë e madhe kanë zgjedhur të mos banojnë në to. Kjo ka vështirësuar edhe aplikimin privatisht për legalizim, pasi ligji kërkon që duhet të aplikojnë së paku 70% e banorëve. Bleva shtëpinë për të futur kokën dhe akoma nuk mund ta bëj pronën time. Të dalë një ligj, një VKM, një interesim që edhe ne banorët që me shumë sakrificë e kemi blerë këtë shtëpi. Problemi me të cilën përballet Eva është një gangren që ka përndjekur mijëra qytetarë në Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë, Lezhë apo Sarandë, kudo ku ka pasur ndërtime të reja. Që prej vitit 2005, kur nisën ndërtimet e blloqeve masive të pallateve, përveç se është kthyer në një motor për ekonominë shqiptare, sektori i ndërtimit është zhvilluar në mënyrë kaotike. Si pasojë, industria ka prodhuar me të njëjtin ritëm konflikte të ashpra sociale, për shkak të mashtrimit, me shitjen e apartamenteve 2 ose më shumë herë. Po aq të mpreta, janë edhe problemet që lidhen me braktisjen e pallateve. Këto janë pasojë e rasteve kur pronarët e kompanive ndrojnë jetë, falimentojnë apo janë mashtrues. Qytetarët kalojnë një kalvar të gjatë procesesh gjyqësore apo procedura të padrejta. Ne nuk kemi sot ndërtues që ndërtojnë me lekët e tij, janë shumë të paktë. I kem me gishtat e dorës nëse mund t'i numërosh apo jo, sepse ata nisin një biznes duke marrë lekët e të gjithë porositësve. Për të zgjidhur amullinë e krijuar me ndërtimet, në vitin 2017 u bë një ndërhyrje ligjore në ligjin për kadastrën, që i njëjtë kësaj të fundit të drejtën për të marrë me formalizimin e këtyre objekteve. Në vitin 2018, kadastra informoi se ishin rreth 1200 pallate që nuk ishin regjistruar në hipotekë. Institucioni publikoi një listë me 350 ndërtues që kishin braktisur pallatet, duke i quajtur lista e zezë e ndërtuesve. Vetëm një javë më pas, Aluizmi bëri një rikategorizim të listës së zezë së ndërtuesve. 122 subjekte ndërtues ishin paraqitur vullnetarisht për të përfunduar procesin e legalizimit të pallateve të braktisura apo me shtesa pa leje. 57 subjekte nuk u paraqitën, por aplikuan vetë banorët. Ndërkohë, 134 subjekte mbetën në listën e zezë.
Vazhdon ende edhe sot. Ka dhe gjën shpesh herë apartamente të shitura 2 apo 3 herë, sepse leja e ndërtimit që është detyrim të përcillet nga institucionet shtetërore, bashkia që e lëshon në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe të regjistrohet, nuk para dhe nuk ndodh që ta përcjellin. Duke ja kaluar detyrimin ndërtuesit. Ndërtuesi nuk ka shumë interes që të pasqyrojë të gjitha veprimet ligjore dhe notariale që bën, sepse bën këto lojra duke i vendosur, duke i bllokuar pronat për hipoteka, duke i shitur për herë të dytë apo për herë të tretë. Kjo është lista e zezë e ndërtuesve, që sipas kadastrës kanë refuzuar të paraqiten për të përmbyllur detyrimet për pallatet me leje ndërtimi. Mes tyre janë dhe biznesmen të njohur, që kanë ngritur komplekse në zemër të Tiranës. Lista e zezë e ndërtuesve kryesohet nga subjekti Gora, e pronësit të Vjollca Hoxhollit. Ajo dhe bashkëshorti i saj, Rapush Hoxholli, janë denoncuar shpesh për një trashëgimi të madhe mashtrimesh dhe pallate të palegalizuara. Këtu përfshihet edhe bloku i madh i pallateve pranë gjykatës së Tiranës. 2 bashkëshortët u arrestuan në vitin 2018, pasi ishin denoncuar për shitje të shumë fishta të njëjtave prona. Atë vit, Rapush Hoxholli ndroi jetë. Në vitin 2021, gjykata dënoi me 6 vite burg bashkëshorten Vjollca Hoxholli për mashtrim. Pavarësisht se është dënuar për veprën e mashtrimit dhe ndodhet në listën e zezë të ndërtuesve. Sipas Qendrës Kombëtare të Biznesit, ajo zotron 3 kompani, Gora, Hoxholli dhe Jon, që të treja aktive. Kompania Jon SHPK ka deklaruar 264 milion lek fitim të pashpërndar për vitin 2023, ndërsa kompania Gora, megjithëse ka disa vendime sekuestroje, ka zgjeruar kapitalin me rreth 1 miliard lek. Disa qytetarë denoncuan pranë redaksisë së Inside Story se abuzimet e subjektit vijojnë edhe pas proceseve ligjore. Unë zbuloj këtë që shtëpia ka kalu hipoteka në emrin tjetër kuj, certifikata e shtëpisë, ku shkoj me pagu drejtat e OSHE-ja. Thot nuk janë në emrin tanë mo, janë në emrin tjetër kuj. Edhe nuk më la me pagu drejtat. Certifikata ka dalë në emrin dikuj tjetër. Të dikuj tjetër? Po, në 2025 në tërshi. Ka marrë tjetër kush certifikatën e pronësisë. Një person në thirrë në 12 natës. Kur? Në 10 orë. 2024. Në thirrë në 12 natës, thot, a ban me pi një kafe? Po, më dalë, kështu anë një problem për punë shtëpie. Okej, shkoj me një kafe, e takoj ata, edhe më thot, shtëpia e jemi, shumë shtëpia e jotja. Jo, po unë mi qiti, bjej dokumentat, i qitëm dokumentat, unë kam me certifikat, s'mi interesant. Unë i thash në që këtu. Unë do ta njegi me gjyq këtë problem. Thash, se unë me ty s'kam qush mu marrë vesh me letra me ashtu. Mos mu afro të shtëpia, se do të kena punë tjera, po afrove. Dyshimet për skem të mirëfillt përforcohen nëse vëren se pronësia e disa apartamenteve të shitur është tjetërsuar pa dininë e blerësve. Të gjitha kanë kaluar në pronësi të një personi të vetëm, që mendohet si shërben skemës së tjetërsimit dhe zhvatjes. Në një rast, kontrata e noterisë për shitblerjen e apartamentit është hartuar më 28 maj 2024 dhe vetëm 2 ditë më pas, më 30 maj, ka dalë hipoteka. Ndërkohë që më herët, në vitin 2013, Vjollca Hoxholli deklaronte se blerësi, që sot po tentohet të nxirret nga shtëpia, kishte likuiduar të gjitha detyrimet. Unë do t'jap ca dokumenta, si ti shikosh se ky person ka marrë shumë prona, nuk e di. Edhe janë gjitha pronat janë të bleme nga funi maj 2024 se mrapa. Këtu, në këtë zonë këtu? Në këto pallate këtu. Pra njëti person këbenja si ka Po, disa. Unë të vërtetoj ty mbi 10 copë. Fakti tjetër tronditës është se blerësit e rinj kanë aplikuar edhe për prishjen e kontratave me OSHE, duke lënë banorët prej muajsh pa energji elektrike, si një mënyrë për t'i detyruar të lënë shtëpitë. Me datë 19 dhjetor ka pranuar gjykata Padin, ky me 24 dhjetor ka ndrru kontratën. Me datë 19 janar i ka shku ajo që të ka denoncu filan, të ka pa ditë filani, me datë 21 janar ka prej dritat. Pra ti prej 21 janarit? Jam pa drita. Edhe roje, si ku e shikoni këtu, tu artë u fletë këtu natën, pa drita, pa kur gja. Me rrujt shpinë, derisa sigurova Padin. Denoncuesi thot se janë me 10 qytetarë që është vjedhur prona, për të cilën kanë paguar shumat e parave, por shumica kanë frikë të denoncojnë.
e vendosa kamerën në fillim ku nuk kisha sigurim pa dje, për ditën, se natën flesha këtu, po ditën shkesha në punë. Edhe kisha frikë se po më ndrëm braven, se disa personave këtu ja u kanë ndru braven. Ja u kanë ndru braven edhe ja u kanë marrë edhe shtëpinë me gjithë materiale majnë. Edhe me vendim gjykate, nëse e marrin, unë prap do të qëndroj. Kjo është mia eme. Nëse ai është porosit para me egzoft. Nuk është porosit, e ka blen 2024. Me fatura falso. Për mu janë fatura falso. Unë i shoh firmat, nuk janë të mjeta, faturë falso. Deri në vitin 2005, kontratat e shitjes janë hartuar në masë mes blerësve dhe sipërmarrësve, vetëm me vërtetime në shkrimi. Tek noteri i shkonin vetëm për ta firmosur. Kjo u pa shumë problematike dhe në vitin 2005 u ndryshua ligji. Noteri u bë pjesë e redaktimit të kontratave. Në vitin 2018, ligji ndryshoi sërish dhe noteri nuk është më redaktues, por është hartues i këtyre kontratave. Joshja më e madhe e klientëve ka qenë që ta prenotonin që në krye të herës, pra që në fillesat e ndërtesës, sepse çmimi ishte më i favorshëm, por nga ana tjetër ngelëshim peng i atij prenotimit që bënin, sepse për vite të tëra, në fakt, ndërtime të tilla kanë ngelur pezull. Helio Construction, një tjetër kompani e listës së zezë, rezulton të jetë në pronësi të Oleg Dimushi. Sipas QGB, rezulton me status aktiv. 3 vitet e fundit deklaron se ka dalë me humbje, ndërsa në vitin 2022 është vendosur nën sekuestro. Me krimin e një SHPK-je u promovua shumë që biznesi të jetë vetëm 1 euro. Dhe gjithkush mundet ta hapi një biznes, deri këtu mund të jetë në rregull, dhe problemi është se çfarë ndodh pasi ti e hap këtë shoqëri. Pse duhet të besoj unë që ti je sipërmarrë? Do të thënë çfarë garancie kam unë? Lista e zezë vjonte me kompaninë Vasili SHPK, e krijuar në vitin 1998. Aktualisht, subjekti ka ndryshuar emrin në Grand Korça me pronar të vetëm, Vasil Karapuni. Kjo kompani, edhe pse deklaron se del me humbje, rezulton të jetë fituese 10 tenderave publik në Bashkinë e Korçës dhe në spitalin e këtij qyteti. Interas Group SHPK, që është po ashtu në këtë listë të zezë, ka ndëruar emrin në Inter Logistik. Subjekti është në pronësi të motrës së Vilma Nushit, sipërmarrëse së njohur të koncesionit të Check-up. Edmond dhe Endri Hido, Unati dhe Nipi, zotrojnë secili nga 40% aksioneve, ndërsa 15% aksioneve zotrohen nga Erion Nushi, djali i Vilma Nushit. Ndonse është në listën e zezë, kjo firmë ka përfituar 127 milion lek tendera publik për gjatë periudhës 2019-2025. Shyze SHPK, në pronësi të Kujtim Kapollari, rezulton se vitet e fundit ka marrë një leje për ndërtimin e kompleksit Guçe në rrugën e Kavajës. Pra pavarësisht se kishte lënë pallatet në mëshirë të fatit, vijonte të siguronte leje, përkundër qerkores së dorëzuar nga kadastra në pushtetin lokal. Livelda SHPK, e cila e ndroi emrin Aurum Construction, zotrohet nga vëllezrit Lamaj, gjithashtu ka përfituar nga tenderat publik vitet e fundit. Al Building, që zotrohet nga Pëllum Beta dhe Odhise Bresha, rezulton të jetë një ndër përfitueset më të mëdha të tenderave publik. Ajo ka mundur të sigurojë tendera me vlerë mbi 100 milion euro dekadën e fundit, pavarësisht se është renditur në listën e zezë nga kadastra. Adstar, në pronësi të Alfred Shoma, që po ashtu është përfituese e tenderave publik, rezulton në këtë listë. Ajo është njëra nga kompanitë që u besua rikonstruksioni i ish Hotel Dajtit nga Banka e Shqipërisë. AA Construction SHPK administrohet nga Sabri Shera, i cili u arrestua për herë të dytë në vitin 2024 për mashtrim me shitje më shumë se një herë të së njëjtës pronë. Sherës ju vun prangat pas një sër kallëzimesh nga qytetarë të ndryshëm. Në atë kohë, u akuzua se kishte shitur së paku 8 apartamente, 2 ose më shumë herë. Për të njëjtën akuzë, ai u arrestua edhe në vitin 2019. Subjekti Konuda SHPK, që zotrohet nga Dhame Daka, Muharrem dhe Klemenditi Nuredini, pavarësisht se ka braktisur pallatin që ka ndërtuar vetë, është një ndër përfituesit e procesit të rindërtimit. Disi edhe më e komplikuar është historia me pallatet e ndërtuara në Durrës nga Teuta Construction, që zotrohet nga Alfons Hani. Problemi i pronësisë ka mbetur i pazgjidhur. Për më tepër, godinat u dëmtuan nga tërmeti. Banorët që ende nuk kanë siguruar dokumentet e pronësisë, tashmë kanë një problem të dytë, që lidhet me ekspertizat e sigurisë. Ata dyshojnë se janë manipuluar. Kompania Dini 2009
është në pronësi të shqiptaro-maqedonasit Hajdin Zyberaj. Ai u arrestua në vitin 2009, pasi shiti një apartament plot 30 personave në Linz. Gjykata e Tiranës e dënoi me 18 vite burg, por blerësit nuk arrin të marrin dot certifikatën e pronësisë. Gual 01 ka ndërtuar disa pallate në zonën e Astirit në Tiranë. Subjekti u themelua nga Vangjush Kusho, i cili ka ndëruar jetë shumë vite më parë. Edhe pse kishin aplikuar për legalizim, vetëm pas protestës së pak muajve më parë para kadastrës, banorëve ju premtua se rasti i tyre do të trajtohej me prioritet. Në listën e ndërtuesve problematik, në përmbushjen e detyrimeve rezulton edhe shoqëria Mesaplik 05 e Dritan Llanaj, i cili u arrestua gjatë vitit 2018 në akuzën e falsifikimit të dokumentave, ndërtim i palishëm dhe mashtrim me pasoja të rënda. Pallati për të cilin akuzohet ndërtuesi Dritan Llanaj ndodhet tek Unaza e Re. Përmasa e frikshme e informalitetit, shihet edhe në shifrat e kadastrës, e cila në fund të vitit 2021 deklaroi se banorët kishin vetë deklaruar 1300 pallate për legalizim. Këtu bëjnë pjesë pallatet që kishin marrë leje ndërtimi, por nuk i kishin përmbushur detyrimet, por edhe të tjerë pa leje. Deri në vitin 2022 u legalizuan 980 prej tyre. Gjëra të tilla do të kam frikë se do të zgjasin pak në kohë, sepse ne rezulton që kemi shumë pallate që janë lënë për gjysmë. Ka shoqëri që kanë një historik shumë problematik në lidhje me mosregjistrimin, në lidhje me shitjen 2-3 herë. Nëse ti nuk ke regjistruar një pallat dhe e ke lënë që të legalizohen ata, apo e ke lënë në mëshirë të fatit, dhe ndërkohë ke hapur një pallat tjetër për të ndërtuar, nuk mund t'i jepet leje. Pra ka një lloj minusi në këtë rast. Avenir Kika, kreu i shoqatës të ndërtuesve në Tiranë, ndan të njëjtin shqetësim kur vjen puna te kompanitë që braktisin ndërtimet apo mashtrojnë qytetarët me shitje shumë fishe. Nëse nuk ka respektu lejen e ndërtimit, nëse ka shit 2 herë apartamente, mos marrim me lejen e ndërtimit. Kjo është e drejtë dhe neve jemi të këtij parimi si shoqatë ndërtuesit, që ndërtuesit janë serioz, janë në shoqatën e tyre dhe nuk duhet të abuzojnë me klientët e tyre. Nëse abuzojnë, nuk kanë më të drejtë, nuk duhet të kenë të drejtë për leje tjetër ndërtimi. Për të zgjidhur këtë ngërç, me prona dhe ndërtuesit që nuk paraqiteshin për të përmbushur detyrimet, në vitin 2020, qeveria miratoi një ligj provizor për legalizimin e ndërtesave informale. Ai përfshiu edhe pallatet e braktisura nga ndërtuesit, por duke ju dhënë të drejtë banorëve që të aplikojnë vetë për legalizimin e tyre. Shqipëria dhe kryesisht Tirana është pushtuar nga mania e ndërtimit. Me 11 milion metra katror leje ndërtimi të miratuara vetëm në 5 vitet e fundit, Shqipëria duket sikur është kthyer në një grop të madh ndërtimi. Nga këto, rreth 8 milion metra katror sipërfaqe u ndërtua në Tiranë, me një rekord prej afërsisht 2 milion metra katror sipërfaqe ndërtimi miratuar vetëm për gjatë vitit 2024. Sipas të dhënave të Instat, vlera e investimit arrin në 485 miliard lek, nga të cilat në Tiranë janë hedhur 280 miliard lek. Sektori mbulon gati, mund ta ketë kalu tani kohët e fund këtë vit, 10% të prodhimit përgjithshëm bruto të shtetit shqiptar. Dhe afërsisht mbulon me punësim rreth 50.000 punonjës. Kur flasim për sektorin e ndërtimit, nuk flitet vetëm për atë që ndërton objekte, po flitet për industrinë e xhamit, për industrinë e plastikës, për industrinë e duraluminit, flitet për industrinë e mobiljeve, flitet për industrinë e bardhë që quhet televizor, frigorifer, të gjitha. Sipas tij janë 3 kategori që po ushqejnë tregun e ndërtimeve, që ai parashikon se do të njohë një boom edhe për së paku një dekadë. Ka disa lumej që ushqejnë të treg. E para janë këto të rit, brezi i ri i cili do patjetër të ketë dhe një shtëpi, një apartament dinjitoz. E dyta janë të gjithë familjet të cilat arrin një nivel ekonomik të lartë në përrethë dhe duan patjetër të kenë një apartament në Tiranë. Ju nuk ju merr mendja sa shumë familje shqiptare në Amerikë dhe në Evropë kërkojnë të blenë një apartament dhomë me kuzhinë modest që të kalojnë pensionin në Shqipëri. Imeldi Sokoli, planifikues urban,
e sheh intensitetin e lartë të ndërtimit të lidhur me informalitetin e një pjese të madhe të pronave si pasojë e problemeve të mbartura ndër vite. Mund të themi që një pjesë shumë e madhe e pronësisë është një pronë informale, pra ti nuk mund ta zhvillosh, nuk mund ta ndërtosh, nuk mund ta shesësh apo nuk mund ta blesh atë lloj prone. Këto aktor në mënyrë të natyrshme do të kërkojnë të gjejnë edhe rrugë ndoshta deri diku të jashtëligjshme për të ndërhyrë në aksione të tilla apo transaksione të tilla të pronësisë për të zhvilluar këto prone. Dhe prandaj ndodh edhe problemi i mbartur i pronësisë, për shembull në ndërtime të caktuara që kemi vonesa të marrjes së certifikatës së pronësisë apo nuk merren fare certifikatat e pronësisë. Por pavarësisht të rritjes eksponenciale që po përjeton sektori, pjesa e madhe e ndërtuesve futen në këtë investim me kapital minimal, pasi blerësit paguajnë nga 90% deri në 100% që në grop. Madje në shumë raste, ndërtuesit u ngarkojnë edhe detyrime ekstra blerësve. Porositësit paguajnë pothuajse 95%, madje së fundi kam evidentuar 100%. Dhe rasti praktik që po ju sjell një të fundit, do të paguante të gjithë vlerën monetare tek porositësi, nuk kishte të regjistruar lejen e ndërtimit dhe mbi të gjitha i ngarkonte që çdo lloj detyrimi për regjistrimin, për taksën, për sigurimin 10 vjeçar, lidhjen e dritave të ujit, çdo gjë tjetër do të ishte kosto e porositësit. Për ekspertët, ky është një investim i ngjashëm me firmat piramidale, duke i ekspozuar qytetarët ndaj rreziqeve të humbjes së parave apo pronës së rezervuar. Treguesi janë qindra pallate të braktisura nga ndërtuesi ndër vite. Shumë qytetarë ndodhen në situata të tilla dhe kanë bler ajrin dhe jo apartamentet. Nëpërmjet kontratave të porosive, unë të porosis të ndërtosh këtë apartament për mua, ti e merr përsipër që po unë do ta ndërtoj sapo të miratohet leja e ndërtimit. Në këtë rast, njerëzit apo aktorët ndërmarrin përsipër rreziqe të tilla në mënyrë që edhe fitimi të jetë, pra fitimi i vet të këtij sektori është shumë i lartë. Ne po flasim për fitime rreth 50% fitime në një kohë që në një tregje të mirë strukturuara, fitimet maksimalisht mund shkojnë tek 10 apo 15%. Klodian Kapiti, në vitin 2010, nënshkroi një kontratë për blerjen e një apartamenti në lagjen nr. 5 në Durrës, pa u menduar se do të binte prej një skeme mashtrimi nga ndërtuesi, Kujtim Klogjeri, ish kryebashkiaku i Gramshit. 30.000 euro të fituara nga puna në emigracion, ja pagoi sapo nënshkroi kontratën e noteris, me premtimin se shtëpinë do ta merrte një vit më pas. Por ajo që ndodhi, i ngjan një makthi për Klodianin, që jeton ende me qira. Por nuk e çosha dot në përmend që kjo mund të ndodhi edhe mu, se kisha një gjuhë historia të tilla se kanë ndodhur në Durrës, Tiranë, kanë ndodhur. Nëse e ditë të bukur, mas dite ka qenë, shoh Top Channel lajm që arrestohet filan Fisteku, jo për historinë e ndërtimit që kishte bërë shitje nga 2 dhe 3 herë, por për histori trafiqesh, pasaportash, historitë e veta. Ky ishte momenti kur kuptoi se ishte mashtruar. Ndërtuesi kishte shitur shtëpinë e tij edhe dikujt tjetër. Hy direkt ke hyrja dhe shoh që kishin vënë derë. I bit derës dalin 2 i burr i gru, pak në mosh, po i them që që bëni këtu? Po jo, kjo shtëpia jonë. Jo shtëpia ime, shtëpia jote, shtëpia ime. Mosha ishte edhe thym. Shumë, po shumë, nuk ishte vetëm unë, ishte gjithë pallati që kishte përplasje nëpër 2 shtëpiash, kush të hytu dal, ishte një katraure vërtet. Nëse nuk i nxorra jashtë, sepse s'mund të ushtosha dhunë një mosh që ishin ato. Vjen atko policia, nuk bona denancim. I gjetur pa rrugdalje, ai shkoi të takonte në burg ndërtuesin, i cili i premtoi se do e jepte banesën me kusht që të mos e denonconte, pasi i rëndoi pozita. Mi kërkova takim në burg, shkova takova, më kërkoi me lutje që mos ta denoncosha sepse e ngarkosha edhe më shumë, nuk e denoncova. Më pas e takoi sërish pasi doli në arrest shtëpie, ku sërish i përsëriti të njëjtat premtime. Por vetëm pak muaj më pas, u zhduk. Hetimet e prokurorisë zbuluan një masakër të vërtet me shitje 2 fishe. Kështu pallati kishte në total 43 hyrje, të cilat u ishin shitur 71 personave të ndryshëm. Në katin e tretë, për shembull, kishte 4 hyrje, që u ishin shitur 11 personave. Ndërsa më paradoksalja ishte fakti se kishte shitur edhe një hyrje imagjinare në katin e 11, që nuk ekzistonte as në projekt,
dhe as ishte ndërtuar në terren. Pra kishte shtitur ajrin. Kujtim Klogjeri u dënua në vitin 2015 me 12 vite burg në gjykata e Durrësit në akuzën e mashtrimit kundrejt disa personave. Para i ndërkohë ishte në Arati. Ndërtuesi nuk u vu kurrë në pranga. Ai kishte mashtruar dhe pronarët e Truallit. Pjesë e skemës së mashtrimit ishin dhe apartamentet e kësaj kategorie. Pjesa dërmuese e kontratave janë lidhur në periudhën 2010-2013 para së njëjtës notere, Aida Spaiu në Durrës, e cila pretendon se nuk ishte nga ta dinte se ndërtuesi po bënte shitje të shumë fishta. Pallati po ashtu është ndërtuar edhe mbi rrënojat e një muri të vjetër antik, të cilin e ka dëmtuar gjatë punimeve. Nuk i përjashton nga përgjegjësia noterët ky veprim, sepse noteri është jurist dhe ka përgjegjësi ligjore më shumë se sa një qytetar, apo më shumë se sa një subjekt ndërtues zhvillues që mund të mos ketë njohuri fare nga ligjet. Klodiani është ende pa shtëpi dhe gjykata ka vendosur që kompania t'i kthejë shumën e parave. Por ai është i zhgënjur nga mënyra se si kanë vepruar institucionet. Do të ketë një zgjidhje në baza institucioneve shtetërore, sepse ato e bën inventarizimin e ndërtimit kësaj dhe të atij aseti që mund të ketë ai. Nuk mund ta bëj unë se nuk kam akses ty as në bashki, as në hipotek, unë si qytetar nuk mund ta bëj. Por a kanë pasuri këto kompani që të mund të shërbejnë për të kompensuar personat e mashtruar? Shumica e këtyre shoqërive sot ose nuk ekzistojnë më, ose pronarët që këta kanë pasur kanë hapur shoqëri të tjera. Pra është në kushte pothuajse që shoqëria nuk është shumë e vështirë t'i gjesh, të ardhura monetare është e pamundur, po edhe prona të tjera. Pra këto shoqëri ndoshta meja pa dashje nga ana e pronarëve kanë shkuar drejt një momenti shumë kritik të financave të tyre. Pra është e pamundur që të marrësh gjë, zakonisht. Duke përfituar nga ligji 2020, banorët e këtij pallati aplikuan në vitin 2023 për legalizimin e tij, por ende nuk kanë marrë një përgjigje. Përveç ndërtuesit, banorët kanë hedhur në gjyq edhe njëri tjetrin për çështjen e pronësisë apartamentit, duke u përfshirë në konflikte të ashpra sociale. Përmbaruesi Altin Latifi shpjegon se kush mund të përfitojë ligjërisht pronësi në këto raste. Në të tilla raste gjithmonë apo themi gjykata e shikon rast pas rasti, por kuptohet që prevalon kontrata e parë, sepse është edhe pak e thjeshtë nga praktika që nëse ti e ke shitur një herë një pronë si ndërtues, nuk e ke më që të mund ta shesësh. Pra nuk kemi pronari i saj sepse e ke kaluar të drejtat dikujt tjetër. Rastet e ndërtuesve të dënuar për mashtrime nuk janë të rralla. Rekordi mbahet nga ndërtuesi Namik Pelivani, i cili në vitin 2018 u arrestua për të 6 herë në akuzën e mashtrimit. Aktualisht kompania e tij ka kaluar në statusin pezulluar. Në vitin 2016 u arrestua Artan Sherifi, administratori i shoqërisë së ndërtimit 2Al SHPK, pasi ka rezultuar se ka mashtruar të paktën 22 persona. Vlera e mashtrimit arrin në 1.5 milion euro. Këta persona paguan parat, por nuk kanë mundur të marrin apartamentet, pasi ato janë shitur personave të tjerë. Mehmet Lamko, një tjetër ndërtues i dënuar me 2 vite burg për mashtrim, u arrestua në vitin 2022. Ahmet Tusha, administratori i kompanisë Albion Construction, i cili u arrestua gjatë janarit të këtij viti në Hollandë për mashtrim të qytetarëve me një vlerë prej 2 milion euro. Sipas të dhënave të QKB, ky subjekt është ende aktiv, por në shkurt 2025 është vendosur sekuestro konservative mbi 70% të kuotave që zotron Tusha. Ky është pallati ndërtuar nga Metusha në lagjen 13 në Durrës, hyrjet e të cilit janë shitur disa herë. Siç edhe dëshmohet nga këto pamje çdo herë, vlerësit kanë shënuar emrat dhe numrat e telefonit. Kjo është një mënyrë që nëse apartamenti shitet sërish, vlerësi të jetë në dieni. Shtetasit me inicialet AB dhe SF, të cilat nuk kanë preferuar të zbulojnë identitetet e plota, në një situatë normale duhet të ishin fqinj normal, por në të vërtet janë armiq për shkak të ndërtuesit, që të dyja palët kanë nga një kontratë notariale, të dyja të artuara pranë noterit Skënder Poga në Durrës. Ata kanë paguar lekët për të njëjtin apartament në katin e 6 të këtij pallati. Shtetasi AB e mori apartamentin nëpërmjet një kontrate kalimit të drejtash në vitin 2018, ndërsa SJ, emigrant në Itali, e mori këtë shtëpi nëpërmjet një kontrate notariale të vitit 2020. Ky veprim u krye pasi ndërtuesi i kishte mashtruar edhe më herët
duke i shitur banesën e katit të parë, që ai kishte blerë në vitin 2009 dhe kishte likuiduar edhe pagesën. Kur a bësh kont të shoh apartamentin, konstaton të shënuar një numër italian në derë, por ndërtuesi thot të mos shqetësohet. Megjithatë, ai fillon e dyshon, pastaj shënon numrin e tij mbi derë. Vetëm pak kohë pasi largohet, numri italian e telefonon dhe pyet pse ka shkruar numrin tek dera e apartamentit të tij, duke kuptuar që ishin mashtruar. Të dy pronarët kanë hedhur njëri tjetrin në gjyq, ndërsa arrestimi i Tushajt nuk i jep shpresë. Pala që ka fituar gjyqin i duhet të bëjë një gjyq të ri për të vërtetuar ose të paditur edhe këtë person i cili është në këtë pronë në posedim të rregullt. Prokuroria e Durrësit ka konkluduar se mashtrimi arrinte në vlerën e 2 milion eurove dhe leja e ndërtimit nuk është zbardhur ende për shkak të mospagimit të detyrimeve ndaj Bashkisë Durrës. Përmbaruesit thonë se shpeshherë qytetarët e mashtruar padisin vetëm ndërtuesin dhe jo atë që jeton në shtëpi. Kjo e bën të pasbatueshëm urdhrin e ekzekutimit, pasi ai ka vlerë vetëm për personat që citon vendimi gjyqësor. Ligji në këtylla raste përmbaruesit i ka dhënë fuqinë ligjore që të shikojë nëse personi ka hyrë përpara nisjes së procesit gjyqësor, atëherë ky person nuk mund të nxirret jashtë nga përmbaruesi gjyqësor, por ai do të vazhdojë të jetë në pronë. Në vitin 2009, gjykata e lartë me një vendim unifikues vlerësoi që momenti i fitimit të pronësisë nuk është momenti tradicional që ne ishim mësuar, pra që ti nënshkruan një kontratë, paguan vlerën e pronës dhe e regjistron në hipotekë. Gjykata e lartë e anashkaloi këtë pjesë të Kodit Civil, duke thënë që momenti i nënshkrimit të kontratës dhe pagimi i shumës së kontratës të jep ty tagrat e pronësisë. Në një distancë shumë të largët nga ky objekt, Tusha ka ndërtuar edhe 2 pallate të tjera. Në këto objekte nuk ka probleme me shitjet e shumë fishta, por aty problemet janë të një natyre tjetër. Ndonë se qytetarët i kanë blerë shtëpitë që në vitin 2010 ende nuk kanë në dorë hipotekat. Banorët pretendojnë se kanë aplikuar për legalizim, por autoritetet u kanë thënë se ndërtuesi ka detyrime të papaguara, ndaj nuk mund të përfitojnë. Çfarë kanë bërë këto institucione dhe çfarë verifikimesh dhe çfarë regjistrimesh kanë bërë këto institucione. Këto institucione janë bashkëpunëtor me mashtruesit që shesin 4 apo 5 herë apartamente. Dhe ata janë të parët që duhet të mbajnë përgjegjësinë në këtë lloj situate dhe në këtë lloj marrëdhënie. Në 3 dekade tranzicion, bumi i ndërtimit në Shqipëri është shoqëruar me mullinë e kontratave me të cilën fitohet një pasuri. Për të shmangur shitjen e apartamenteve 2 ose më shumë herë, në vitin 2018, ligji për kadastrën parashikon krijimin e një regjistri të veçantë provizor për lejet e ndërtimit. Kontratat e noterisë që lidhen për një pasuri regjistrohen në këtë regjistër së bashku me planimetrinë dhe plan vendosjen, duke bërë atë të zënë. Por të dhënat e mbledhura nga Inside Story dëshmojnë se pavarësisht ndërhyrjeve ligjore, këto rregulla nuk zbatohen. Në 5 vitet e fundit janë regjistruar në ASHK 4521 leje ndërtimi. Kjo shifër përbën 67% të totalit për 6715 leje të miratuara për të njëjtën periudhë. Kjo do të thotë se 33% e lejeve të ndërtimit nuk janë regjistruar, duke ekspozuar blersin ndaj rreziqeve të humbjes së investimit. Ekziston rreziku i shitjes së më shumë se sa një herë i të njëjtës pronë. Ekziston rreziku që të jetë marr kredi mbi atë pasuri dhe ti nuk di se çfarë ka ndodhur. Ekziston rreziku që nesër të mos të ta njohin regjistrimin që ti ke bërë. Viti 2020 ka qenë viti me regjistrimin më të vogël të lejeve të ndërtimit, me vetëm 28% të totalit. Edhe në vitin 2024, nuk ka pasur një ecuri të mirë pasi janë regjistruar në kadastër vetëm 60% e lejeve të miratuara. Kjo do të thotë se për pjesën tjetër ekziston rreziku i shitjes shumë fishe, por sakon nuk ka bllokim në kadastër. Ligji përcakton se brenda 20 ditëve nga dita e lëshimit të lejes së ndërtimit, bashkia duhet të depozitojë në kadastër, ku krijohet regjistri kontratave të porosive. Ky regjistër aksesohet edhe nga noterët, të cilët duhet të regjistrojnë çdo kontratë në këtë pronë. Por nëse leja e ndërtimit nuk është regjistruar në kadastër, i gjithë ky proces është i pamundur të realizohet.
Por institucionet shtetërore nga praktikat që ne kemi për ditë rezultojnë që shpesh herë nuk i pasqyrojnë kontratat dhe kjo sjell pasoja më të rënda. Fatkeqësia është që edhe pas 2018-s kemi ende raste që nuk janë regjistruar lejet e ndërtimit dhe akoma më keq nëse pranohet të hartohen kontrata të tilla pa u regjistruar leje ndërtimit, sepse është një kusht thelbësor. Kam mjaftuar shumë raste nga praktika që është depozituar nga qytetari, nuk është depozituar kontrata nga ndërtuesi, nga firma e ndërtimit, është depozituar nga qytetari dhe zyra regjistrimit Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka kthyer përgjigje duhet të merrni leje nga shoqëria e ndërtimit, më parë se të vazhdojmë për regjistrimin dhe për pajisjen me kartel të pasurisë për regjistrimin e kontratës. Por ndryshe mendon zoti Avenir Kika nga shoqata e ndërtuesve. Ai thotë se mos regjistrimi i lejes së ndërtimit nuk sjell asnjë komplikim për blerësit, sako ai ka një kontratë të rregullt porosie. Lejet e ndërtimit kanë afat si gjithë lejet e tjera. Për sa kohë një ndërtues është brenda afatit, edhe pa u regjistruar një hipotekë, ai është i lishëm. Çdo klient me ligjërisht është i mbrojtur nëse ai klient do blejë një apartament me kontratë porosie, quhet kontratë. Ndërtuesit pranojnë se ka një tejkalim të afateve kohore në procedurën e depozitimit të lejes së ndërtimit në hipotekë, duke krijuar vonesa në ecurinë e këtij procesi. Bashkia duhet i kaquar shkresat në Agjencinë e Trajtimit Pronave dhe pastaj ka ca procedura të cilat nuk e di pse janë të tilla, po deri sot nuk respektohet, mirë është të respektohet. Që ky proces mos kaloj fare nga ndërtuesi. Ndërtuesi merr lejen dhe do të punojë. Nuk do të merret tash me agjencitë. Mentor Kusho, e profesion mësues, është rasti tipik se si shteti, biznesi dhe të gjitha strukturat sillen me qytetarët. Me kursimet e jetës, ai nënshkroi një kontratë notariale për blerjen e një apartamenti në Fier me kompaninë AE Construction në pronësitë e Qere Mehmetaj dhe Agron Seitaj. Pas 16 vitesh, ai nuk e zotron atë pronë. Madje është futur në një spirale procesësh gjyqësore, pa di, kundër pa di, pa gjetur të drejtën. Banesa ime gjatë kësaj kohe nuk është 2 herë, u tentua për të shitur 2 herë, bëj një shënim, një tabel që është e shitur, dhe gjatë kësaj kohe nuk u arrit të shitej, edhe pse u tentua për të shitur nga pronarët e firmës, po duke parë numrin e telefonit, blerësi komunikoi dhe janë tërhequr disa blerës. Pas kallëzimit të mentorit, gjykata dënoi me 8 vite burg për mashtrim ndërtuesin Mehmetaj. Ortaku tjetër Seitaj u dënua me 12 vite burg. Këtu fillon një tjetër kalvar. Duke qenë se as pronarët e Truallit nuk ishin marrë apartamentet e premtuara, atëherë gjykata ja u kthen Truallin së bashku me objektin 9-katësh që kishte përfunduar së ndërtuari. Ata aplikojnë për legalizim. Më duket prap absurde që një objekt i shitur në Fier të bëjnë akte notariale në Lusht. Dhe kishte bërë disa shitje në Lusht. I bëj denoncim në prokurori për mashtrim. Çfarë mund të kërkoj? Unë kam kërkuar. Mentori e konsideron absurd faktin që gjykata e njohë si pronar të objektit pronarët e Truallit. Këta të fundit u kërkuan sërish banorëve që t'u arrishisnin. Ata që nuk pranuan nuk i përfshin në procesin e legalizimit, por bën kontrata të reja me një noter në Lushnjë. Dhe gjatë kësaj kohe kisha edhe gjykin për rimarrje të objektit. Domethënë për që unë njohje në objektit që unë ta përfundoja vetë objektin, mos ta përfundonin ata. Dhe në këtë vendim gjykata vendosi që përderisa s'është përfunduar si objekt, ti marrëdhënien e ke me firmën, jo me pronarin e Truallit, kështu që ti nuk mund të kërkosh objektin. Edhe pse unë kisha një dokument që e kisha bler unë atë si objekt. Nuk kisha bler Truallin, kisha bler objektin. Ky është kalvari një mësuesi që shpenzoi kursimet e jetës për një stre, por ende të gjykatave prej vitesh. Janë futur te blerësia, pavarësisht se ata blerësit kam shumë mundësi të jenë edhe jo real. Fiktiv, njerëz persona të afërm të pronarit të tokës, që ai ta shpërndaj atë si sigurisht pallat në blerës të tjerë. Unë largova nga Fieri, u lodha aq shumë me gjyqje me gjykata, jam larguar nga Fieri dhe nuk e kam ndjekur më si procedurë. Aktualisht,
Në vendin ton, aplikojnë disa lloje kontratash për të rezervuar një apartament. Ekspertët sugjerojnë se ajo që jep më shumë garanci është kontrata e sipërmarrjes, e cila është më e mbrojtur nga Kodi Civil. Shpesh herë fillon problematika që tek titulli i kontratës, sepse kontratat të tilla janë konsideruar kontrata porosie, kontrata premtimshitje apo kontrata të tilla që në fakt nuk përmbajnë dispozitat që përmban sipërmarrja. Duke luajtur pikërisht me procedurat dhe emërtimet, sipërmarrësit shpesh nuk u përmbahen kontratave të lidhura me porositësit. Noterja Saliaj thotë se ka ulumtuar 200 vendime gjykate, të cilat kanë si shkak kryesor, pikërisht, mos përmbushjen e detyrimeve nga ndërtuesit. Bëjnë çdo lloj kontrate tjetër të mundshme që nuk konsiderohet sipërmarrje. E dyta ka të bëjë me faktin se nuk është e regjistruar leja e ndërtimit dhe regjistrimi i lejes së ndërtimit është kusht thelbësor. Pra është bashkia në këtë rast që lexon një farë mënyrë më mirë problematikat e vet komunitetit dhe kjo normalisht i takon është e drejta e këtij lloji institucioni që të monitorojë në një farë mënyrë këto veprimtari të tillë dhe pse jo të dënoj ose jo në marrje të lejeve të tjera të ndërtimit zhvillues të tjera apo investitor të këtij lloji që kanë pra këtë trajektore jo të mirë ligjore. Pavarësisht problemeve, në Shqipëri aplikojnë masivisht kontratat e blerjes që në grop apo pa u marrë leja e ndërtimit. Këto janë kontrata që mund të gjenerojnë probleme shumë serioze. Shpesh herë bizneset realizojnë kontratat e porosive më parë se të dalë leja e ndërtimit dhe vjelin të ardhurat për të paguar taksat e lejes së ndërtimit apo taksat që kanë ndaj institucioneve që pajishin subjektet me lejet e ndërtimit. Problematikat e shitjeve dyfishe vijnë pikërisht nga blerje që ne i themi blerje në grop ose blerje që në momentin e marrjes së lejes. Kuptohet që pa marrë leja nuk e di se çfarë kontrate ku porosie mund të bësh, se kontratës porosisë apo sipërmarrjes i bashkangjitet gjithmonë leja dhe projekti i pallatit dhe i banesës. Ndërtuesi Avenir Kika thotë se blerjet që në grop nuk janë një fenomen shqiptar, duke i konsideruar ato jo problematike. Në Itali pa u bërë 50% e shitjeve në letër, nuk fillon pallati, kurse këtu tek ne kjo nuk ndodh. Në të gjithë ndërtuesit sa po marrin lejen e ndërtimit, fillojnë pallatin, dalin mbi tokë dhe fillojnë shesin. Ky është një proces i ligjshëm në gjithë botën. Unë e quhem Ylber Boshnjaku, i lindur me Ylber Boshnjaku, një shqiptar i Maqedonisë, emigrant prej 30 vitesh në Gjermani, ka blerë një apartament në vitin 2014 në Fier, pranë kompanisë Fatjola, që zotrohet nga Njazi Vrenozi dhe Ulix Spao. Apartamenti kushtoi 44.000 euro, nga të cilat 25.000 i pagoi në moment dhe 19.000 të tjera i shleu brenda vitit me koste. Mirë po në tetor të vitit 2024, mësoi se shtëpia e tij ishte uzurpuar dhe ishte rishitur nga firma. Më së fundmi herë kam qenë në gusht 2024-ën, ashtu që pas ktheva nga pushimi, më morën komshit dhe thanë që dikush ka thyrë derën dhe u fut mbrenda. Për të realizuar planin e përvetësimit të pronës, ndërtuesi padit çiftin Boshnjaku në gjykat. Në padi pretendonte se i kishin borxh 19.000 euro. Për këtë arsye, kërkonte prishjen e kontratës së shitblerjes. Edhe Boshnjaku bëri kallëzim ndaj ndërtuesit. Gjatë procesit gjyqësor, ai paraqiti kontrata noterie që vërtetonin pagesën e 3 kosteve prej 19.000 euro. Madje, ato ishin firmosur edhe nga vetë ndërtuesi Njazi Vrenozi. Por teksa shkua në banesë për të bërë konstatimin e ndërimit të bravës nga ndërtuesi, çifti Boshnjaku zbuloi se apartamenti ishte rishitur. Edhe vajtu me policinë të shtëpia, ku aty u vërtetuam se janë fut disa njerëz, ata ishin blerës të dytë të shtëpisë. Na i treguan disa kontrata që i kishin bërë me tetor 2024-ën që e kanë blerë shtëpinë 2018-ën. Vetëm i pyeta ata banor që banojnë brenda si e bletët ju 2018-ën, ku ishi ju deri tani 2018-ën. Ata fillun tana jo neve quni na i ka dhuru, jo na i kemi ble kështu, po aty akoma ishin ato robat e tona në shtëpi. Pas denoncimit të Boshnjakut, Njazi Vrenozi u arrestua nga policia e Fierit, e cila pas verifikimeve
konkludoi se ai kishte mashtruar duke shitur këtë apartament 2 herë. Për momentin, Bosnjaku nuk e zotron ende pronën e tij. Aty banon familja tjetër, që ai pretendon se kanë blerë me dokumente false. Kjo përbën një dramë për të dyja familjet, edhe pse Bosnjaku ngre dyshime se blerësit e rinj mund të jenë pjesë e skemës së ndërtuesit. Unë nuk kam konflikt edhe unë nuk i akuzoj ata, po mendimi jem është që ata janë bashkëpunus me këtë ndërtuesin. Ata po bëjnë diçka së bashku, se nuk mundet një njeri të blej një hyrje në vitin 2024 edhe të bëjnë një kontratë me notere që ka ble shtëpi 2018. Ekspertët kanë disa këshilla se si qytetarët mund të mbrohen nga mashtrimet. Duhet të shikoj pikë së pari në qoftë se ajo leje ndërtimi është apo jo e regjistruar në regjistrin provizor. Kjo jep një lloj garancie fillestare atij porosici. E dyta duhet shikoj patjetër kontratën. E treta duhet të përcaktuar të drejtat dhe detyrimet që dhe sipërmarrësi duhet t'i mbajnë në rast mos respektimi. Këshilla e parë është të konsultohet me një avokat. Këshilla e dytë është që njerëzit të mundohen sa të mundën të blejnë prona të hipotekuara, duhet që të zgjedhin ndërtues serioz. Kompaninë janë klasifikuara. E di çdo njeri se kush kompani ka shit 2 herë një apartament. E di çdo njeri se kush kompani e ka nis me 8 kate pallatin dhe e ka përfunduar me 12 kate. Të gjithë këto përbëjnë një rrezik të shtuar për atë individ. Përpara bërë një investigim të ndërmarrjeve, të tregut të ndërmarrjeve dhe shko aty ku duhet. Vigjilenca asnjëherë nuk është e tepërt, por kjo nuk do të thotë se shteti dhe institucionet përkatëse duhet të rinë duar kryq. Ky ulëmtim zbuloi se ndryshimet ligjore nuk e mbrojtën 100% qytetarin nga shitjet e shumë fishta të pronës nga ndërtuesit mashtrues. Këtu nevojitet ndërhyrja urgjente e institucioneve që të shmangin dramat sociale dhe çeljen e konflikteve. Është më e volitshme të parandalosh se të përpiqesh të zgjidhësh këmbët e një oktapodi që nuk merr fund.